Prej vitesh qytetarët e Tiranës nuk konsumojnë për të pirë ujin që vijnë nga rubinetat e shtëpive për shkak të ndotjes. Prej sa kohësh nuk e konsumoni si të pishëm ujin? Ka mund të ketë paktën 2 vjet po je. E blini? E blim. Sa shtëpisë. Duhet investojmë shumë qeveria për ujin e pishëm. Uji shëndet. Kjo situatë për Bashkinë e Tiranës ka ardhur si pasojë e keq menaxhimit të sektorit të ujësjellësit. Zakonisht vendet që nuk kanë ujë janë dhe menaxherët më të mirë të çdo pike të ujit. Ne në fakt bëjmë të kundërtën, notojmë në ujë dhe jemi menaxherët më të këqij të ujit. 70% e ujit që prodhohet në territorin e Tiranës humbet. Qytetarët sipas skemës së re të menaxhimit që do të hartojë bashkia, do të ngarkohen me 2 detyrime të reja. Së pari në faturën e ujit të pishëm do të mblidhen disa taksa të bashkisë, mes të cilave ajo e pronës. Shkoni të merrni një certifikat në sportelin e njësisë administrative, ju thonë nuk e ka paguar taksën e pronës, ik paguaj një herë atë dhe pastaj hajde merr certifikatën. Duke filluar nga fundi këtij viti dhe fillimi i vitit tjetër, të gjitha detyrimet e bashkisë do jenë në një faturë të vetme. Së dyti, klientët që paguajnë rregullisht faturat e ujit do të jenë edhe aksioner në UKT. Nga faturat, klientëve të rregullt në fund të muajit zbritet përqindja e fitimit të kompanisë, që do të thotë nëse shoqëria del me fitim 5% në muaj, kaq do të jetë edhe përqindja që do të zbritet nga fatura e klientëve të rregullt. Kjo është e vetmja mënyrë se si duke dalë me fitim secilit klient në bazë të asaj që ka paguar t'i njihet dhe fitimi i kompanisë dhe t'i zbritet nga fatura ujit. Ujësjellësi dhe bashkia, pas ardhjes së veliajt në krye të këtij institucioni, ka nisur një valë të thellë kontrolli si pasojë të cilit janë kryer edhe arrestimet të punonjësve, por dhe qytetarëve për vjedhje të ujit.